Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po qëndron në Zvicër për një vizitë shtetërore e para e këtij lloji. Në Bern, Osmani u prit me nderime të larta nga homologja e saj zvicerane Karin Keller-Sute. Kjo e fundit pas mikpritjes se e drejtoi presidentën Osmani drejt turmës së bashkëdhetarëve, që po e prisnin atë me shumë entuziazëm. E gjatë fjalimit të saj, presidentja Osmani falënderoi Zvicrën për mbështetjen që i dha Kosovës në kohët më të vështira, teksa shtoi se është krenare me arritjet e bashkëdhetarëve që jetojnë atje. Pikërisht këtu në Zvicër, shumë nga përpjekjet e Kosovës për liri gjetën mbrojtje dhe mbështetje. Kur nuk do të harrojmë këtë. Kosova do të jetë gjithmonë mirënjohëse ndaj Zvicrës dhe ndaj të gjithë zvicranëve. Kosovarët që jetojnë këtu na kanë bërë krenar në shumë fusha. Ndërsa Keller-Sute tha se Zvicra e mbështet antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ne mbështesim këtë ambicie europiane të Kosovës dhe të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Presidenca ka bërë të ditur se programi i vizitës do të vazhdojë me ceremoninë shtetërore në Parlamentin e Zvicrës, ku presidentja Osmani pritet të mbajë një fjalim të posaçëm para përfaqësuesve të institucioneve zvicerane. Ndërka që gjatë qëndrimit në Gjenevë, Osmani do ta ketë edhe një takim me mërgatën shqiptare.